Në emisionin Debat në shenja, i ftuar kandidati i AKI-s për kryetar të qytetit të Shkupit, Skender Recep Zejdi, shpalosi vizionin e tij për këtë fushat zgjedhore. Ai premton një Shkup të rësisht të digitalizuar dhe modern. Veçanërisht premtoi një aplikacion unik ku qytetarët do të mund të kryejnë të gjitha shërbimet administrative, të ndjekin buxhetin publik në kohë reale dhe madje të kontrollojnë çdo tenderim përmes një brusmani të pavarur, ku ky digitalizim do të përfshihet edhe në trafik, duke instaluar sensor për parking në për çdo rrugë. Ndërsa në lidhje me numrin e pakët të përfaqësimit të shqiptarëve në Këshillin e qytetit, Zejdi u shpreh se është për shkak të mosdaljes së votimeve në komunat shqiptare, por ai beson se këtë herë kjo do të ndryshojë. Në vendbanimet komunat shqiptare jetojnë edhe etnitete tjera, të cilët duhet dhe mos të bëjmë një ofertë reale, programore, që të kenë arsye pse të na përkrajnë ato neve edhe në kuadër të qytetit të Shkupit. Dhe këso lloj ofertash në vazhdim do t'u japim atyre dhe jam më se i bindur që në këto zgjedhje do jenë me numër më të madh të këshilltarëve shqiptar nga të gjitha zgjedhjet deri sot. Do jemi dëshmitar gjithë këtë së bashku do e ndajmë. Nga ana tjetër, kandidati i Vlenit për qytetin e Shkupit, Bashkim Bakiu, në emisionin Debat në shenja, tha se ekziston diskriminim në aspekt të investimeve në qytetin e Shkupit. Ai tha se pjesë e programit të tyre është zhvillimi i barabartë të gjithë komunave, që nënkupton sa kontribojnë aq edhe të marrin në kthim. Ndërkaq, ka deklaruar se në bazë të anketave të fundit, mundësitë që ai të del në raundin e dytë janë të mëdha. Vi për një komune ku fatkeqësisht 4 vitet e fundit është e diskriminuar edhe në aspekt të kontributit të taksave të pronës. Është interesant se si zbatohet dhe si funksionon decentralizimi fiskal. Do të thonë, aq sa kontribohet nga komuna në qendër, do të thonë në Rom, aq 95% kthehet si investim. Fatkeqësisht nuk ka ndodhur për komunën e Sarajit. Sipas Bakiut, nëse ndodh kjo, atëherë gjithçka do të ndryshojë. Nga ku ai po ashtu premton duke paralajmëruar se ka 2 forma të subvencionimit për bizneset e vogla dhe të mesme. Posaçërisht, Bakiu tha se në plan programin e tij është parashikuar që t'ju ndihmohet këtyre subjekteve.